Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Se erdhët në këtë fazë tjetër të garës të konkursit kombëtar Gjuhës Shqipe. Kemi arritur në një fazë emocionuese. Përshëndetje dhe nga unë dhe dua t'ju falenderoj gjithëve që jeni në sallë, që keni ardhur për të mbështetur dy skuadrat mrekullueshme që do përballen sot. Dua të ju rikujtoj se gjitha ndeshjet e gjysmëfinales do transmetohen në RTS1 dhe RTS Shkollë, si dhe në faqen zyrtare të Facebook të Ministrisë Arsimit dhe Sportit, që është edhe organizatore e këtij eventit mrekullueshëm. Nuk mund të flet pa përmendur edhe gjithë partnerët tanë, Këshilli i Europës, UNICEF, British Council, Save the Children dhe World Vision, cilë pa ata nuk do ishte i mundur për konkurs. Tani dua një duartrokitje akoma dhe më të fortë, pasi do prezantojmë dy shkollat. Kemi shkollën Fanoli Tiranë dhe shkollën Mustafa Gjestil Amat. Një duartrokitje e fortë. Fort. Do t'i duhet shumë zemër sot, pasi është një sfidë goxha e ngushtë midis tyre. Dhe si gjithnjë, kemi dhe Jurin, e cila është gjithmonë aty për ne. Kemi Linda Mënikun, pedagoge i gjuhësisë në Universitetin e Tiranës. Arta Marku, gazetare dhe autore e emisionit Bibliotek. Dhe zonjë Elfrida Seiti, mësuese e gjuhësisë dhe letërsisë. Dhe pa humbur kohë, dua ta nis të konkurs me ndjesi, me emocione, do ta nisim me poezi. E ku ka më bukur se recitimi. Tani, e di që gjithë po presim, kështu që pa humbur kohë i ftojmë të dy nxënësit të cilët do interpretojnë poezitë e tyre. Përpara jush sot do të interpretoj poezinë Gjuha Shqipe të Gjergj Fishtës. Por si kanga e zogut verës, që vallëzon blerin të prillit, por si ambli fladierës, që lëmongjit e trandofillit, por si vala e bregudetit, por si gjama arfes gjetare, por si ushtima e një tërmetit, njashtu gjua jonë shqiptare. Po, e amël fjalla saj, por si gjumim një kërthi, por si drita plotu zdaj, por si gazi pa mashtri. Edhe ndije tu e kumbue, por si fleta e kirubinit, ka i bjen qeleve tu e fluturue, në zjartat valle ta mshimit. Pra malkue një i birë shqiptari, që këtë gjutë perenis, trashigim që na laj pari, trashigim si alena i fmis. Edhe ati ju thaft po goja, që përbuz këtë gjuhë hinore, që në gjutë huaj kur sa shnevoja, flet e dvetën e lënë mazdore. Në gjuhë Shqipe, nana tona, që prej djepit na kanë thanun, sa është një zot që do t'a dona, njat që jetë na ka dhanun. Edhe Shqip na thanë se zoti, për shqiptar Shqipnin e fali, se sa t'ende në stina e moti, do t'a gëzojnë këta djallë mbas djalli. Pra shqiptar gjdo fes që t'jeni, gege tosk, malësi e qyteta, gjuhën tu e kur mos t'alini sa tjeta, po për te gjithmon punoni, pse sa t'mbani gjuhën tu e, fisi juaj, vendje zakoni, kanë me umajt, lërë kam s'huaj. Për gjuhë Shqipe, bota mbarë, ka me ju njohë se qfis ju kini, ka me ju njohë për shqiptar, tri manza si kurse jini. Prandaj ne doni fisin, mali bregu dhe malësia, pre njaj goje sot brorisim, me gjuhë të vetën rënof Shqipnia. Përshëndetje, unë kam poezin Gjuha Shqipe nga Mitrush Kuteli. Të falem ty o gjuhë shkomb, me rënjët thellë në shkëmbin, që të shave qelin kur të vrojnë, e shembe bisha e shtërpënjë. Pa mbete prap, shkrep e shtëngë. Të falem gjuhë shkrepëtim, që shkrep në qeje vrundullon, me buj pyje shbubullon, me gjëndetesh uturon, dhe je si qishe, vetë tim. Të falem ty o gjuhoj, ty
zëthi nënës qetësi. Ty, këngë e fosh një skaltërsi. Ty, afshi zemrës dashuri. Gjithmonë ëmbël, mjaltë të zgjoj. Të falem ty o gjuhë e fisit tim, si që nuk i falem as një Perëndi, se tempulli përjetshëm më jeti, dhe ti mburoje në përmot të zi. Ti, dritë e krirt në përërsir, ti, Perëndi që nuk ke perëndim. Të falem ty o fisi vendit tim, i liri lasht, arbëri, dhe sot shqiptar në shumë Shqipëri. Ty i pa e për popull luftëtar, që ndresë fort në luftë e zjarë. Ty gjahtar i moqë me harke me kope, dhe ty bari me harke me kope. Ty bujk me shpate me qe, dhe ty nën e dhempshur e grua gur, ju që më shtatët e ngritët mur, ju roni dhe i lini përsëri, si që lin nga trungu biskuiri, kur m'plakin dhe vdesin Perëndi. Ju mbrujtët e mbrojtët gjerë në varë, gjuhën e shqipësime, thesar. Faleminderit. Duke i kaluar komentin juris që shpresoj të jetë njëjti mendim me ne. Atëherë si fillim përshëndetje, jemi në një garë që ka atë elementin e fortë dhe të egër të konkurrencës, po fillon bukur, fillon me poezi. Nuk ka vend komenti im si përfaqësuese jurist se sa reagimi i publikut që i ndoqi të dyja poezit me një herë shtjap. Por të qenë e sinqertë deri në fund, shkolla nga Tirana na ofroi një emocion tjerëzakonshëm. Edhe shkolla nga Mati nuk kishte dhe aq në lartësinë e djalit, por kishte një element shtesë në anën aspektin pamor, veshja me shkronjat e alfabetit. Kështu që për të dyja shkollat pikët maksimale, 8. Tani do të tregojmë se sa mirë njohim shqipen. Dhe jo vetëm në të folur, por edhe kur lexojmë një tekst, edhe kur duhet lidhim mendimet, ose edhe kur të formojmë fjalit plota. Kemi kaluar në flasim shqip. Atëherë, për fanolin, do të keni paragrafin tuaj, mund ta lexoni që mos të humb kohën, dhe pyetja është, cila është ideja kryesore e këtij paragrafi? Shtoni në fund të paragrafit një fjali që e plotëson përmbajtjen e tij. Jepni një shembull konkret të dobisë së përdorimit të teknologjisë në shkollën tuaj. Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila, paragrafi është i dhënë dhe pyetja është cili është qëllimi i këtij paragrafi. Nëse ndodhja është problemi, a mund të tregoni një shkak dhe një pasojë të këtij problemi? Lexojmë edhe pak paragrafët ndërkohë sa përgatiten. Unë po lexoj të fanolit Aleksandër. Tjetër. Në ditët e sotme, teknologjia ka sjellë ndryshime të mëdha në mënyrën se si mësojmë dhe si komunikojmë. Kur përdoret me kujdes, ajo mund bëhet një mjet i fuqishëm për edukimin dhe zhvillimin intelektual. Studime të ndryshme theksojnë se teknologjia lehtëson procesin e të nxënit, por gjithashtu kërkohet përdorimi i përgjegjshëm për të shmangur ndikimet e saj negative. Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila kemi paragrafin, shumë qytete po ndërmarrin masa për të zvogëluar ndotin, si për shembull përdorimi i biçikletave dhe rritja e hapësirave të gjelbra. Këto nisma kanë sjellë përmirësim të dukshëm në cilësinë e ajrit dhe mirëqenien e banorëve. Fillojmë me shkollën e Matit. Qëllimi është që të informoj se qytetet po marrin masa për të zvogëluar ndotjen. Shkaqet e ndotjes është përdorimi i pakriteri makinave dhe pasoja që sjell janë sëmundje të ndryshme si sëmundjet e mushkërive dhe alergji. Ideja e këtij teksti jo letrar është për të informuar lexuesit më gjerë për përdorimin e teknologjisë në fushën e artë të arsimit dhe të mësuarit për gjetjen e një trarje ekuilibri midis ruajtjes së gjuhës shqipe, por edhe të zhvillimit të teknologjisë. Fjalia që përforcon përmbajtjen është se teknologjia është shumë e rëndësishme për nxënësit, sepse ata mësojnë ta përdorin teknologjinë për të përmirësuar njohuritë e tyre, por dhe për t'u aftësuar më shumë. Gjithashtu një rast konkret është përdorimi i lëndës së tikut, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit tek të gjitha projektet tona ndërlindore, por edhe përdorimi i tikut sot në konkursin e gjuhës shqipe. Lëm pak kohë dhe jurin të mbledhë pikët, okay? Jemi gati? Po. Në rast parë duhet ju uroj që shpirtin e garës ta ruani deri në fund, meqense niset me pikë të plota me recitime shumë prekse, edhe tek sesioni i dytë keni pikë të plota. Edhe skuadra Ju lutem nga Tirana dhe skuadra nga Mati.
Okej, në rregull, kalojmë tek pyetjet e dyta. Pyetjeve. Për shkollën Fanoli, cilat janë dy nga dokumentet më të vjetra të shkruara në gjuhën shqipe, çfarë rëndësie kanë ato? Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila, në cilën familje gjuhësore bën pjesë gjuha shqipe, cilat janë dialektet kryesore të gjuhës shqipe, ku fliten këto dialekte? Jemi gati me Fanolin, fillojmë. Dy dokumentet më të vjetra dhe më të rëndësishme të shkruara në gjuhën shqipe janë formula e pagëzimit e vitit 1462 nga Pal Ëngjëlli, si dhe fjalori i Arnold von Harfen i vitit 1497. Këto dokumente janë shumë të rëndësishme pasi dëshmojnë përdorimin e gjuhës shqipe që në vitet e hershme. Ju faleminderit. Kalojmë tek Mustafa Gjestila. Gjuha shqipe bën pjesë në familjen e gjuhave indo-europiane, dialektet që flitet janë gegërisht dhe toskërisht. Ato ndahen nga lumi shkëmbim dhe në veri e Kosovë flitet gegërisht, ndërsa nga lumi shkëmbim e në jug flitet çamërisht dhe toskërisht. Faleminderit. Përgjigje shumë të plota nga ana e tyre. Fjala për Jurin. Të dyja skuadrat dhanë përgjigje të sakta me disa mangësi të vogla. Prandaj 3 pikë për të dyja, kur flasim për përdorimin e dialekteve, sigurisht që i ndanë lumi shkëmbim, për shembull edhe tek shqiptarët janë në Maqedoninë e Veriut një pjesë flet gegërisht, por një pjesë e vogël flet edhe toskërisht, ndërsa në jug keni tek shqipja flitet pra dhe në diasporën, diasporën e vjetër, flitet në Ukrainë, flitet në Bullgari, takarpëreshët tek është shqipja e Greqisë. Të njëjtin gjë pak më të gjerë për mungon dokumenti perikopes, pa u përmendur, pra 3 pikë për të dyja skuadrat. Vazhdojmë për Fanolin. Formoni një fjali të përbërë, pjesët e së cilës të jenë të lidhura sipas skemës së mëposhtme. Tregoni mjetet lidhëse në fjali. Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila, formoni një fjali të përbërë, pjesët e së cilës të jenë të lidhura sipas skemës së mëposhtme. Tregoni mjetet lidhëse në fjali. Pra është e njëjta kërkesë, por pjesët përbërëse, kërkesa e tyre domethënë është e ndryshme. Mustafa gjeni gati? Okej, fillojmë me Mustafa Gjestila. Fjalia është: vajzat u bën gati, por nuk shkuan dot në park sepse fillon një shi i rrëmbyeshëm. Gjatë pushimeve feriore, ai lexoi një libër interesant. Ai lexoi një libër të bukur që ishte interesant, por kërkonte shumë vëmendje. Mjetet lidhëse janë lidhzat që dhe por. Faleminderit. Përgjigje të sakta për të dyja skuadrat, por vetëm një kërkesë. Kur të lexoni me intonacion, që dhe të kuptojmë çfarë lexoni dhe që të t'ju dëgjoj dhe publiku. Pra, nëse mund na shpjegoni shumë shkurt pse i keni konsideruar këto dy fjali pra që përshtaten me skemën tuaj. Pse njëra është me 2 pjesë bashkërenditura dhe tjetra është me 2 pjesë në renditura, nga një përgjigje për të dyja skuadrat. Vajzat u bën gati është pjesë kryesore, duke qenë se nuk ka asnjë mjet lidhës. Por nuk shkuan dot në park është prap pjesë kryesore, sepse lidhet me lidhës bashkërenditëse kundërshtuese por. Sepse fillon një shi i rrëmbyeshëm është pjesë e varur nga pjesa e dytë kryesore, sepse lidhet me pjesën nënrenditëse sepse është një pjesë nënrenditur shkakore. Shumë në rregull përgjigja juaj, Fanoli? Gjatë pushimeve feriore, ai lexoi një libër të bukur. Pjesa kryesore sepse mbart të gjithë kuptimin e fjalisë, që ishte interesant, por kërkonte shumë vëmendje. 2 pjesët e nënrenditura lidhet me lidhjen por bashkënditës, tregon marrëdhënie barazie me 2 pjesëve të nënrenditura, dhe të dyja këto pjesë varen nga pjesa kryesore. Shumë faleminderit, kjo është për sqaruar publikun, suksese më tej. Një duar trokitje dhe vazhdojmë në grupin e 3 të pyetjeve. Lexoni me vëmendje vargjet e ndërmjetës. Për mbi za që lëshon bylbyli, gjuha shqipe më shungullon. Për mbi erë që jep zëmbyli, pa da zemër më ngushtlon. Për Fanolit pyetja është: cilat janë veçoritë e gjuhës shqipe që shfaqen në vargjet e mësipërme? Përse poeti përdor detajet e natyrës për të përshkruar atë? Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila, çfarë shpreh poeti në vargun e fundit, pa da zemrën më ngushtlon? Cila është figura letrare në këtë varg? Cili është funksioni i kësaj figure letrare? Nuk e di nëse kemi njës nga skuadrat gati? Në vargun e fundit pa da zemrën më ngushtlon, poeti shpreh se sa ngushëllimi jep gjuha shqipe atij dhe sa e dashur është ajo për atë. Figura letrare është metafora. Autori e përdor këtë figurë për të treguar dashurinë dhe vlerat e gjuhës shqipe. Një gjuhë shumë e çmuar. Faleminderit. Kalojmë tek Fanoli. Veçoritë gjuhësore të strofës është shkëputur nga poezia janë rime kryqëzuar dhe gjuha e pasur figurative me metafora, mbiemra dhe paralelizëm. Poeti përdor detaje krahasuese me natyrën sepse bukuritë e elementeve të natyrës personifikojnë rëndësinë e gjuhës shqipe, duke përdorur paralelizëm.
Shumë faleminderit. Fjala i takon jurist. Fjala i takon tashmë jurist. Më duket se të vazhdojmë barazim. Të dyja skuadrat të marrin nga 3 pikë. Vazhdojmë në grupin e 4 dhe të fundit pyetjeve për këtë rubrikë. Atëherë, përshkrimi një imazhi ose një fotografie. Fanoli, me sa shoh nuk e kemi akoma gati? Imazhi paraqet një djalosh të vogël duke përdorur teknologjinë si mjet argëtimi. Edhe pse ai është rrënthruar nga loda zbavitëse shumë ngjyrshe, ai duket tepër i përfshirë dhe i rrëmbyer nga vorbulla e teknologjisë. Arushi, dikur miku i tij më i ngushtë, është zëvendësuar nga tableti, pajisja e re teknologjike. Përveç kësaj, në figurë kuptojmë se përveç se fëmia është duke anashkaluar kohën e argëtimit, duke u fokusuar te mjetet teknologjik që ka përpara, mendojmë se edhe pse teknologjia është një pjesë e rëndësishme e jetës tonë, duhet gjetur një balancë mes tyre. Si të shikojmë në figurë, nuk duhet anashkaluar kohën e argëtimit duke u fokusuar më shumë tek mjetet teknologjike apo teknologjia në përgjithësi. Falenderojmë Fanolin për përgjigjen e tyre dhe kalojmë tek Mustafa Gjestila. Përgjigjja jonë është, teknologjia në kohën e sotme është një pjesë e pandashme e përditshmërisë. Ajo ka ndikuar në çdo aspekt të jetës. Kemi vënë në re ndryshime të thella në mënyrën e jetesës. Shohim në figurë që një personazh tepër të njohur vizatimor, tek i cili po qëndron në një magazin të errët ku mbizotron ngjyrat e botës së errët të teknologjisë. Ky personazh tepër i njohur tregon si teknologjia ka ndikuar jetën tona. Shohim vetë tek lotra gjithashtu, duke bërë çdo send të varur nga ajo. Më parë ishin më të dashurat për fëmijët. Lotrat fizike mund të përmendim, të cilat nxisin edhe imagjinatën tek fëmijët. Tashmë çdo gjë ka ndryshuar, asgjë nuk është si më parë. Faleminderit. Përgjigja përfundimtare takon jurist. Po, mendoj që të dyja skuadrat bën përshkrime të sakta dhe interpretime, sidomos të sakta. Më pëlqeu shumë konkluzioni që dha djali nga Mati, që tha çdo gjë ka ndryshuar, asgjë nuk është si më parë. Dhe ky në fakt është një problem themelor i kohës. Dhe shpresoj që ju të filloni ta ndryshoni dhe të ktheni gjërat në fakt aty në vendin që duhet. 8 pikë për nxjerrjen skuadër. Tani fillojnë gjërat të nxehta. Tani fillojnë. Kemi pyetjet e shpejta. Ku për secilin ekip do kemi 20 pyetje. Fillojmë pa humbur kohë. Pyetja e parë. E sakt apo e gabuar? Biografia është një tekst rrëfyes jo letrar. E sakt. E sakt. E sakt për shkollën Mustafa Gjestila. Vazhdojmë. A është e mbi natyrshmja elementi i përbashkët i përradhave dhe i legjendave? Po. Përgjigjja është e sakt për Fanolin. E sakt apo e gabuar? Fjalët gryk dhe buz në grupet e mërore, gryka e shishes dhe buza e rrugës janë përdorur në kuptimin e tyre të parë. Jo. E gabuar. E gabuar, përgjigjja është e saktë për Mustafa Gjestila. Pyetja tjetër. A janë lizat bashkërenditëse kundërshtuese, pra ndaj pa? Jo. Përgjigjja Shkolla është për e saktë për Mustafa Mustafa Gjestilen. Gjestilen. E saktë apo e gabuar? Romani është një tekst në pros, ku përfshihen ngjarje dhe personazhe të vërteta ose të trilluara. E vërtet. E vërtet? Pika shkon për shkollën Mustafa Gjestila. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Cila është tema fjalëformuese e fjalës mendoj? Mendim. Mendim. Përgjigjja është e gabuar për Fanolin. Kalojmë, cila është forma jo veprore e foljes lexonte? U lexua. Përgjigjja është e gabuar për Mustafa Gjestilen. Si quhet poezia lirike me përmbajtje të trishtuar, të përvajshme e plot dhimbje shpirtërore? Elegji. Përgjigjja është e saktë. Pika shkon për shkollën Fanoli. E saktë apo e gabuar? Konfliktet në përralla kanë zgjidhje ose mbyllje të lumtur? E vërtet. Pika shkon për shkollën Fanoli. Si quhen poezit lirike popullore, ku nënat u thurin vargje foshnjave të tyre duke shprehur dëshirat, urimet dhe të mirat për ta. Minua. Nuk ishte mbaruar pyetja, kështu që pika tiqe. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, ku thot, është emërore apo foliore, metafora në fjalin, fëmijët janë lulet e jetës. Foliore. Është përgjigje e gabuar për Fanolin. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, cila fjalë nuk i takon vargut të sinonimeve, shtëpi, banes, rrugë, ndërtesë dhe kull. Rrugë.
Përgjigja është e saktë për Mustafa Gjestilan. Si emërtohet teksti që përmban rregullat që duhet të zbatojnë nxënësit gjatë qëndrimit në shkollë? Udhëzues. Është e saktë. Përgjigja e saktë Mustafa Gjestilan. Në rregull. Është e thjeshtë apo e përbër fjalia? Në mars kishin filluar të çelnin qershit. E thjeshtë. Është e saktë. Përgjigja për Fanoli. Me çfarë është shprehur kryefjala në fjalin? Dikush trokiti me vrull. Përmëri pa caktuar. Është përgjigje e saktë për Fanolin, po prap. Kemi ardhur tek 4 pyetjet e fundit. E saktë apo e gabuar? Kallëzuesi emëror formohet prej foljes siam në rolin e këpujës dhe prej gjymtyrës emërore. E saktë. Përgjigja është e saktë për Fanolin. Në cilën rast është emri këngë? Në fjalin, në sfond dëgjohej një këngë. Kallëzore. Përgjigja është e gabuar në fakt për Mustafa Gjestilan. A është ndaj folje fjala larg në fjalin, larg vetlindjes shumë gjëra I dukeshin të huaja? Jo. Pika shkon për shkollën Mustafa Gjestila pasi e mori fjalën e parë në mikrofon. Faleminderit. Faleminderit, shumë mbaruam edhe rubrikën e fundit. Jurin e kemi gati, vazhdoj me pikët. Të dyja skuadrat treguan që kanë përgatitje shumë të mirë dhe që janë në një konkurrencë plot me njëra tjetrën. Gjithsesi, me një pikë më shumë, 7 pikë, kalon skuadra e Matit dhe 6 pikë skuadra Fanolit. Urime Matit. Dhe pa humbur kohë, tani do kalojmë në një rubrikë të cilën peshën kryesore e mban mendimi. Mendimi personal dhe argumenti. Dhe pa humbur kohë, mund shohim Të dyja pyetjet. Temat. Për Fanolin, në rrjetet sociale shpesh përdore gjuhë e dhunshme ose fyese që mund të çojnë në bullizëm. Çfarë mund të bëni ju si nxënës për të shmangur gjuhën e dhunshme dhe për të parandaluar bullizmin në këto rrjete? Ndërsa për shkollën Mustafa Gjestila, për të prodhuar libra duhen prer pemë. A mendoni se duhen zvendësuar librat e printuar me libra elektronik për të ruajtur pyet? Argumentoni qëndrimin tuaj. Në shkollën Fanoli. Gjuha e dhunshme është një term ndërkombëtar. Sipas fjalorit të Cambridge-it, ai përkufizohet si një fjalë publike që shpreh urrëtie dhe nxit dhunë e diskriminim në bazë të besimit, fesë, gjinisë apo racës. Dukuria e përdorimit të gjuhës së dhunshme apo fjalëve të dhunshme në rrjetet sociale apo në platformat digjitale ku të rinjtë e sotëm kalojnë dhe shpenzojnë pjesën ndërmuese të kohës së tyre të lirë është vërtet shumë e rrezikshme dhe pasojat fatkeqësisht ndonjëherë janë fatale. Gjithashtu, një studim I kryer dhe I financuar nga BE për tepër kufizimeve në shtetin tonë Shqipëri tregon se rreth 57% të anketuarve shqiptar mendojnë dhe pohojnë se vërtet gjuha e dhunshme është një problem ndërkombëtar. Dua të bie në kundërshtim me mendimin e shoqës time, pasi kur ajo tha që shumica të rinjve sot kalojnë kohën e tyre në internet. Unë mendoj që nuk është e nevojshme që të gjithë të kalojnë kohën e tyre të lirë, më së shumti në rrjetet sociale. Kjo pasi në rrjetet sociale dhe në internet, bullizimi bëhet I vështirë të dallohet nga shakaja. Shumica e njerëzve sot mund të përpiqen ta anashkalojnë këtë shaka duke thënë mos u mërzit se nuk e kisha me ty ose mos e merr kaq seriozisht. Por nëse shakaja na bën neve të lëndohemi, atëherë quhet bullizëm. Dhe unë mendoj që është në dorën tonë se sa ne kalojmë kohën në rrjetet sociale dhe se çfarë informacioni duam të marrim neve nga interneti dhe nga rrjetet sociale. Pra, teknologjia në duar të mira bën vetëm mirë. Gjithashtu, edhe unë mbi dakord me shokun tim në të rast, pasi mendoj se me zhvillimin e teknologjisë, me të vërtet bullizmi mund të ketë marrë shkaz, por bazuar në disa studime që ne kemi bërë aktivitete dhe kemi lexuar, UNICEF ka dalë në konkluzione se 1 deri në 3 nxënës vuajnë nga depresioni në shkolla dhe nga izolimi në vetvete, por përveç kësaj, nga shoqatat e fëmijëve edhe nga studime të tjera, 70% e fëmijëve janë ata që bullizohen në ambientet e shkollës. Edhe pse ne nuk mund të mohojmë zhvillimin e teknologjisë, sigurisht që duhet të marrë masa serioze për bullizmin në shkolla. Unë mbështet mendimin e shoqes, pasi shembulli që përkufizohen më së miri gjuhën e dhunshme në rrjetet sociale, është rasti në vitin 2019 në Bosnjë Hercegovinë, ku mediat përhapën thashë themin që migrantët kishin sulmuar një të mitur. Mbas hetimeve të policisë u vërtetua se kjo nuk ishte e vërtet, ishte thjesht një thashë them, por pavarësisht kësaj përhapja e këtij thashë themi u bë shkak për paragjykimin e migrantëve.
Atëherë, siç e thanë të gjithë miqtë e mi përpara, bullizmi në internet është një nga fenomenet më të rëndësishme dhe më të përhapura në epokën digjitale. Por çfarë mund të bëjmë ne si nxënës? Atëherë, përpara se ne të nisim një koment apo të themi diçka në rrjetet sociale, si fillim duhet të mendojmë për çfarë ne po e themi këtë, si e lëndon tjetrin, të në fakt ndikon në gjendjen emocionale dhe shpirtërore të tjetrit. Gjithashtu ne mund të sugjerojmë krijimin e një lënde në shkollë që mund të jetë etika, ku ne mësojmë më shumë për etikën, se si të sillemi me tjetrin, si mos ta lëndojmë dhe të mendojmë më mirë përpara se të themi diçka, dhe gjithashtu mund të sugjerojmë dhe krijimin e aktiviteteve sensibilizuese për të përhapur ndërgjegjësinë për këtë çështje. Gjithashtu, duke qenë se jemi në epokën digjitale, mund të krijohet dhe një libër digjital, pra për të përhapur sa më shumë dije dhe informacion për këtë çështje. Faleminderit. Duar trofije për Fanolin. Kalojmë tek Mustafa Gjestila. Pemët janë mushkëria e natyrës. Nëpërmjet tyre ne marrim frymë dhe jetojmë. Por edhe librat janë të rëndësishëm. Ato janë të çmuar dhe na udhëzojnë dhe na ndihmojnë. Për të prodhuar libri fizik duhet që të sakrifikojë natyra duke prerë pemët. Në këtë kohë që jemi, ngroja globale ka pushtuar tokën dhe unë mendoj se librat fizik janë një mundësi e mirë për ruajtjen e natyrës. Librat elektronik janë një mundësi e mirë për të ruajtur natyrën, sepse duke përdorur ato, nuk është e nevojshme të priten pemët, çka pakëson problemet mjedisore që në ditët e sotme janë shumë të dukshme. Përveç kësaj, librat elektronik janë më praktik. Ne mund të kemi në telefon shumë libra pa pasur nevojë të mbajmë ato në çantë. Librat elektronik janë më të lirë ose falas. Në faqe të ndryshme të internetit ne mund t'i gjejmë ato me një kostër shumë të ulët ose falas. Gjithashtu, në librin elektronik ne mund të bëjmë ndryshime të shkronjave, si për shembull në ngjyrë për masa, të cilat e bëjnë leximin më të përshtatshëm për të gjithë. Libri elektronik mund të përdoret nga të gjithë, sepse çdo kush prej nesh, i përfshirë dhe bashkëfushatarët tanë, është i pajisur me një mjet celular ose laptop dhe mund ta ketë librin elektronik kudo me vete. Edhe unë mbështes idenë e shoqes time. Pra, libri elektronik do të përdoret, sepse nga libri elektronik ne mund të marrim informacione në një kohë shumë të shpejtë. Ne kemi intervistuar disa qytetarë në qytetin nga ku ne vim, nga mosha të treta, dhe ato thonë që me libra për letre ato nuk i lexojnë shumë mirë. Edhe kështu do të ishte një ide e mirë, sepse me atë librit elektronik libri elektronik mund bëhet i tillë në të cilin mund të vendosë një asistent virtual i cili mund ta lexojë me zërin e tij librin. Pra ata që nuk shohin mirë mund ta dëgjojnë atë çka përcillet. Në ditët e sotme dim që teknologjia po ka plon botën, por megjithatë libri fizik janë më të afërt me lexuesin dhe nuk ta dëmtojnë syt dhe na ndihmojnë në përgjendrimin tonë. Pra edhe librat fizik kanë rëndësinë e tyre. Pra, në përfundim, ne mund të themi se librat elektronik janë vërtet një zgjidhje më praktike dhe më e mirë për natyrën. Por kjo nuk do të thotë se librat e printuar duhen të mbasdore. Fjala i takon juris. Unë do ta filloj me pyetje, në fillim për shkollën e matit. Në qoftë se do të doni t'i dhuroni dikujt një libër, ku do ta shkruani dedikimin tek një libër elektronik? Nëse ne duam të dhurojmë një libër dikujt që është shumë i dashur për ne thjesht ndërkohë që çojmë linkun për shembull e librit elektronik, mund të lëmë thjesht një mesazh të shkurtër, po me mesazh domethënës, edhe mesazhi ruhet gjatë gjithë kohës. Megjithatë argumentet tuaja, kryesisht për pjesën pro ishin shumë mirë, do kishte dashur më shumë që të këmbgulin dhe pak tek rëndësia dhe vlera e librit fizik. Është një element se në fund të fundit pritet një pemë për një libër, po ne mund të mbjellim 10 pemë të tjera ndërkohë që kemi prerë atë pemë. Kështu që është një libër nuk e dëmton ekosistemin gjithsesi. Edhe për Fanolin do doja të bëja një pyetje. A mendoni ju që ka një lidhje të ndërsjellë midis se ju përmendët përveç bullizmit, përmendët problemet psikologjike, depresionin të miqve tuaj, pra thatë 1 në 3 nxënës vuan nga problemet e depresionit. A shikoni ju, a gjeni ju një lidhje midis bullizmit dhe depresionit? Po, patjetër po, sepse bullizmi shkakton depresion. Kur është vërtet i rënd, kur kalon në dhunë fizike dhe
Po, kalon në depresion, është shumë i lidhur ngushtë. Atëherë të gjitha komentet që bëhen dhe janë fyese, ndikojnë në vetbesimin tonë dhe vetbetiu, ky ndikim në vetbesim çon në këtë mbyllje dhe në dyshimin në aftësitë dhe në çfarë ne jemi vërtet duke na ulur mendimin për vlerat tona. Më pëlqeu fakti që ju kishit sugjerime. Edhe pse jo të gjitha origjinale, por rëndësi ka që ju sugjeroni, pra hisni ide për ta zgjidhur këtë problem. Në shkollën tuaj, në miqësitë tuaja, keni bërë veprime konkrete për ta siguruar? Po, gjithmonë aktivitete jashtëshkollore me të gjitha grup moshat. Ku ne mësojmë, informohemi më shumë për bullizmin, por dhe se si mund ta parandalojmë duke nxitur bashkëpunimin. Në fakt, e njihni ju, e dini ju që nganjëherë bullizmi mund të jetë kaq i fshehur dhe vështirë të zbulohet. Po, gjithashtu dhe ne kemi lexuar një libër të sugjeruar Mrekullia, ku e shpalos bullizmin në nivele maksimale. Për ne, si uri, ishin përgjigjet shterruese, megjithatë ka një diferencë vogël, 10 për fanolin dhe 9 për shkollën e matit. Dhe pa humbur kohë, do të lejmë pas mendimet e gjithë secilit dhe do kalojmë tek loja. Loja e fjalëve, lojrat gjuhësore. Pyetja e parë, për 5 fjalët e huaja gjeni gjejset e tyre në gjuhën shqipe. Në momentin që t'jeni gati, shtypni thjesht pulsantin e mikrofonit. Shkolla Fanoli është gati. Po. Kurioz, kureshtar, infinit, i pafund, thans, mbështetës, vakant, i lirë dhe interaktiv i shoqërueshëm. Janë 4 nga 5 të sakta. Fjala dhe për shkollën Mustafa Gjestile. Kurioz, kureshtar, fans, ndjekës, dritë, ndriçim, infinit, i pafundëm, interaktiv, ndërveprues. Vakant, i lirë. Kalojmë tek pyetjet e dyta. Krijoni 4 fjalë të përbëra nga fjalët e dhëna. Fjala për Fanolin. Bukpjekës, mirëdashës, mirëkuptim dhe krahapur. Mirëkuptim, bukpjekës, krahapur, keqdashës. Faleminderit edhe shkollës Mustafa Gjestila. Vazhdojmë tek pyetja e tretë. Formoni familjen e fjalës lind me të paktën 3 fjalë. Lindor, vendlindje. Verlindja. Në rregull, faleminderit. Rregull. Mbaruam edhe rubrikën e lojrave gjuhësore. Do të kalojmë te komenti i juris. Atëherë pikët për lojrat gjuhësore janë për skuadrën e Fanolit 7 pikë dhe për skuadrën Mustafa Gjestila 3 pikë. Nëse mund kemi edhe totalin e pikëve deri tani? Deri tani jemi në rezultatin 51 pikë për shkollën Fanoli dhe 47 pikë për shkollën e Matit. Atëherë, do kalojmë në rubrikën e fundit, aty ku secili nxënës mund t'jap mendimin e tij. Të gjithë kanë punuar për të sjellë një produkt final, i cili është projekti. Ky projekt është i mbështetur sigurisht në temën që është përzgjedhur për konkursin e sivjetshëm, gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Do fillojmë njëherë me shkollën Fanoli dhe pas me shkollën Mustafa Gjestila. Për prezantimin e projektit. Tema e projektit që ne kemi zgjedhur të prezantojmë në konkursin e gjuhës shqipe është zëri i natyrës. Meqense natyra nuk mund të ankohet me fjalë, por me kalimin e kohës ai humbes shkëlqimin e saj, ne jemi këtu për të bërë zëri i natyrës. Qëllimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi dhe informimi të rinjve mbi problematikat mjedisore. Por përveç kësaj, qëllimi ynë është të angazhojmë komunitete të ndryshme për të mbrojtur natyrën. Synimi ynë është që të rinjtë të shikojnë bukuritë e natyrës pa e shkatruar dhe prishur gjenerata jonë. Objektivat e projektit. Objektiva kryesore e këtij projekti ka qenë mbrojtja e mjedisit. Gjithashtu ka qenë ndërmarrja e hapave konkret, si organizimi i aktiviteteve sensibilizuese dhe krijimi i grupeve të vogla lokale. Gjithashtu ka qenë pasurimi i bukurive natyrore dhe vlerave të tyre, si dhe përftimi i produkteve konkrete. Ky projekt është i rëndësishëm pasi revista ka shërbyer si një mjet komunikimi, ku ne jo vetëm kemi ndërgjegjësuar dhe sensibilizuar të rinjt, por edhe krijimet tona, siç janë poezi, ese apo rubrika të ndryshme të revistës, kanë shërbyer si një mjet ku ne kemi përhapur mesazhe sensibilizuese. Përfshirja në këtë projekt na ka kemi përfituar disa aftësi të reja, siç janë puna në grup, pra bashkëpunimi ose hulumtimi dhe dalja në konkluzione konkrete. Identifikimi i problemit. Gjatë këtij projekti, problemi ishte ndotja e mjedisit ose dëmet që ne po i shkaktojmë natyrës. Por përveç kësaj, në anë të zërit të natyrës, dëshirojmë të pasyronim, mbronim dhe ruanim gjuhën shqipe, duke e promovuar atë ose pasyruar me anë të krijimeve tona, siç janë poezi, artikuj informues ose fakte interesante.
Kjo është një video e shkurtër ku tregon për kushtimin ton për të mbrojtur mjedisin, si një nga problemat që ne kemi ngritur, ku kemi shkuar për të mbledhur mbeturina në liçenin artificial të Tiranës, duke treguar pas me anë të inteligjencës artificiale se si do të duke natyra, nëse ne do të ndërgjegjësoheshim. Si fillim juftoj të skanoni barkodin e parë, ku do të kaloni te faqja jonë e Instagramit. Aty ju do të shikoni thënie të ndryshme mbi natyrën ose disa pamje. Por gjithashtu keni risin ton të re, librin ton digital, ku ju aty do të merrni informacion mbi natyrën ose të lini komentet tuaja mbi çështjen mjedisore. Fjalori natyrës është një nga pikat kyçe të projektit ton, pasi këto janë disa fjalë që nuk është se përdoren më shumë në jetën tonë të përditshme, dhe ne me anë të këtij projekti jo vetëm që kemi pasqyruar në produktet tona, por duam t'i përdorim më shumë ato në jetën e përditshme. Në fazat e ardhshme ne kemi vendosur të publikojmë në fund aplikacionin ton, ku do të ketë 2 kategori. Kategoria e parë do të jetë për vende turistike ose destinacionet e natyrës ku ju mund t'i vizitoni, dhe kategoria e dytë do të jetë dokumentar të ndryshëm për gjuhën shqipe të punuar nga vetë ne. Te rubrika krijimeve dhe tek rubrika argëtimit ne kemi përdorur enciklopedi të ndryshme, libra artistik, pasi kemi konsultuar sigurisht me mësueset e lëndëve të ndryshme. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ky projekt është punuar nga grupi konkursit Zëri i Natyrës. Shumë faleminderit. Faleminderit. Pyetja ime e parë. Se keni zgjedhur një projekt për natyrën në një konkurs që e ka vëmendjen tek gjuha shqipe dhe komunikimi qytetar në epokën digjitale. Përveç se ishte një nga temat e para që ne na atërhoqi vëmendjen te udhëzuesi, ky projekt është vazhdimësia e nismës së ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë për ndarjen e mbetjeve në burim, ku shkolla jone realizoi 100%, dhe ne nuk donim të ndërgjegjësonim vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për natyrën, pasi janë 2 problematika të cilat ndodhen në jetën e përditshme. Na tha që të skanojmë kodin dhe ne na doli faqja e shkollës Fiqëri Dine, që po ashtu ka edhe një projekt Zëri i Natyrës. Një projekt shumë të gjerë, do të thotë, ky është një projekt që e kanë bërë dhe shumë shkolla tjera, nuk ka asgjë të keqe. Pyetja është këtu, çfarë kemi sjellë ndryshe, që ne të kuptojmë që vërtet shqipja dhe natyra apo shqipja sillet më bukur nëpërmjet këtij projekti, pra çfarë ju bën ju të krejtësisht veçantë që ne t'ju vlerësojmë me pikat më të larta? Atëherë ne dinim që është një temë e përdorur dhe nga shkollat e tjera, por mendoj se fakti që ne kemi marrë ato hapat aktuale ose konkret, se ne mund të flasim gjithë ditën për të mbrojtur natyrën ose për të ruajtur dhe mbrojtur gjuhën shqipe, po pa marrë disa hapa konkret, siç ishte rasti kur ne shkuam dhe nxorëm si problem ndotjen tek liçeni artificial, duke shkuar për të pastruar mbeturinat. Mendojmë se edhe kërkesa e Instagramit kanë qenë disa jo vetëm risi të reja, pasi edhe revista është vetëm 1/4 letemi e produktit ton. Revistat që ne do të botojmë çdo muaj tek biblioteka e shkollës ton do të shikohen nga nxënësit dhe mendojmë se është një mënyrë e re për të ndërgjegjësuar ata. Por të vërtetës 2 rubrikat që sipas meje gjithmonë janë më interesante në këtë konkurs është Kuvendi dhe projekti, sepse ju detyrojnë ju të dalin të dilni jashtë disa kornizave që duam ose duam shkolla na imponon. Edhe këtu diskutimi është i lirë dhe ne kemi mundësi të bëjmë disa pyetje për t'ju njohur më shumë, për të kuptuar më shumë se kush jeni. Duhet ta pranojmë që në projektin tuaj ka një problem themelor. Nëse ka një pikë të përbashkët midis gjuhës dhe natyrës, është vetëm fakti që duhen ruajtur. Po se si mund të ndërveprohet për të ruajtur të dyja, unë nuk e gjej një arsye, pra nuk e di se pse keni dashur ta lidhni në këtë mënyrë. Ndoshta thjesht për të justifikuar faktin që jeni në një konkurs gjuhë, sepse mund të kishte qëndruar mirëfillet e natyra. Po. Nuk kemi vetëm ne të parët, por janë edhe shumë poetë të ndryshëm të cilët duke bërë lidhje ndërmjet natyrës, siç ishte Ndre Mjeda, bën lidhje ndërmjet natyrës me gjuhën shqipe. Pra duke shprehur bukuritë e natyrës, ai bën dhe lidhje me gjuhën shqipe. Gjithashtu ne kemi krijuar dhe poezi me tema mbi natyrën, në mënyrë që t'i përshtatet sa më shumë të dyja temave. Pra edhe probleme mjedisore, por edhe lidhje me gjuhën shqipe. Sigurisht që tema që keni zgjedhur është një temë që është udhëzues, një temë që është në këndvështrimin ndërlëndor dhe ne nuk kemi vërejtje për zgjedhjen e temës. Ajo që ne përpiqemi të bëjmë në këtë bisedë është për të kuptuar sa ju e njihni projektin. Dakor? Pra, nuk kemi vërejtje për zgjedhjen e temës, mos e kish kuptoni. Dua vetëm të kuptojmë si ju, si nxënës, i lidhni këto gjëra bashkë
dhe këto gjëra pastaj ndikojnë tek të tjera, sepse ju keni folur për një rol ndërgjegjësues projektit. Atëherë, si e keni ndërgjegjësuar ju publikun me anë projektit tuaj? Pra, duam që të jemi më të sqaruar për këtë çështje. Mënyrat për të ndërgjegjësuar personat ishin të ndryshme. Ishte forma konkrete e revistës që mund gjendet te biblioteka, sepse nuk dua të përsëris shumë veten, dhe ishte edhe mënyra me anë të teknologjisë, siç ishin faqet Instagram, faqet website e të tjera. Kemi një përgjigje. Ne jemi grupi nxënësve të shkollës Mustafa Gjestila, zyra vendore arsimore Mat. Tema e projektit që ne kemi zgjedhur është gjua jon, pasuria që na bashkon. Qëllimi i projektit tonë është zgjidhja përmes lojës dhe gjithëpërfshirja e çdo grup moshe në ruajtjen e vlerës gjuhësore dhe kulturore të vendit tonë. Përse e zgjedhëm këtë temë? Ne mendojmë se kjo temë është e rëndësishme, pasi me ndryshimet e shumta shoqërore, kulturore dhe teknologjike, vëre ndryshime në shkrimin dhe shqiptimin e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe sot rrezikon të titërsohet nga shpërfillja e individit dhe shoqërisë. Gabimet drejtshkrimore janë një shenjë mos respektimit të gjuhës shqipe. Frika për përdorimin e teknologjisë, më shumë sa libri fizik, mundëson gjithëpërfshirjen e çdo grup moshe në mësimin sakt dhe drejt të gjuhës shqipe. Kush përfiton nga ky projekt? Nga ky projekt përfitojnë nxënësit me aftësi ndryshe si dhe të gjithë bashkëmoshatarët tanë. Përfitojnë prindërit, të cilët mësojnë me fëmijët e tyre përmes këtij aplikacioni dhe mësuesit ndihmës, të cilët merren me fëmijët me aftësi ndryshe. Këtu janë disa nga metodat që kemi përdorur për të arritur këto qëllime. Janë diskutimi, studimi i rastit, anketimi, puna në grupe, mbledhja dhe analiza e të dhënave, si dhe zgjidhja e problemit. Veprimtaritë kryesore të projektit. Bashkëbiseduam me nxënësit e klasave të arsimit të mesëm të ulët rreth problematikave në lidhje me gjuhën shqipe. Ktu kemi renditur me poshtë edhe disa veprimtari kryesore. Po cilat janë disa nga shkaqet e këtyre gabimeve, si dhe pasojat që ato sjellin? Rënja e interesit të nxënësve për të lexuar sjell një nivel të ulët të formimit të tyre. Më poshtë janë radhitur shkaqet dhe në anë të tyre si pasojat që ato sjellin. Por cila është zgjidhja që ne ofrojmë? Çdo projekt ka një produkt. Produkti final i projektit tonë është krijimi i një aplikacioni në ndihmë të nxënësve, fëmijëve me aftësi ndryshe, si dhe të rriturve që duhet të mësojnë me fëmijët e tyre përmes këtij aplikacioni. Ky aplikacioni ndihmon ata të mësojnë nëpërmjet argëtimit, lojrave të ndryshme me nivele për çdo grup moshë. Përmbajtja e aplikacionit. Ky aplikacion do të përmbajë disa lojra me nivele ku të përfshin të gjitha grup moshat. Nivele variojnë nga i thjeshti, mesatari deri tek i vështiri. Lojrat do të jenë rreth gjuhës shqipe ku do shpalosin historinë dhe vlerat e saj. Kjo është ikona e aplikacionit, kjo është faqja kryesore dhe këto janë disa lojra që përfshin nivelet e aplikacionit. Për më tepër, le ta provojmë ta përdorim. Klikojmë mbi ikonën e aplikacionit dhe presim derisa të hapet plotësisht. Tu është faqja kryesore. Klikojmë nivelin e thjesht. Tek niveli i thjesht është loja shkronjave të ngatruara, ku ne do riorganizojmë sakt shkronjat për të formuar një fjalë, që në këtë rast është fjala identitet. Kalojmë përsëri tek faqja kryesore. Klikojmë niveli mesatar. Niveli mesatar është loja e fjalëve të urta, ku në bazë të pamjeve ne do shkruajmë fjalën e urtë sakt, që në këtë rast është gur bëhet mur. Por nëse ne nuk e gjejmë fjalën e urtë 3 herë sakt, do shfaqet një tabelë paralajmëruese e cila thotë ju mund të aksesoni butonin e përgjigjes, i cili ndodhet në krahun e majt dhe është butoni shiko. Klikojmë butonin shiko për të na dhënë përgjigjen. Në këtë rast është duaja den shqiponja folen. Kalojmë përsëri tek faqja kryesore dhe klikojmë nivelin e vështirë. Tek niveli i vështirë është loja e fotove ku ne do rendisim sakt pjesët e fotos për të formuar imazhin që ndodhet në krahun e majt. Por nëse ne nuk mund ta zgjidhim dot, klikojmë ndihmën për të shkarkuar linkun edhe në Google dhe më pas shtojmë indeksin fillestar të fotos për të na dhënë një lloj ndihme se si mund ta formojmë sakt. Lojë tjetër e këtij niveli është edhe plotësimi i imazheve duke përgjigjur pyetjeve ku në bazë të pyetjeve do shfaqet dhe imazhi. Cili është dokumenti i parë i gjuhës shqipe? Formula pagëzimit. Nëse ju dëshironi që këtë aplikacion ta keni në kompjuterin tuaj, do të ndjekim këto hapa. Klikojmë dhe hapim linkun e dhënë, i cili është dhënë në krahun e djathtë, instalerin e lojës nga butoni download. Kështu ne ndjekim rregullat e mëposhtme. Ky aplikacion me lojra nuk do të zëvendësoj librin dhe mësimin në klasë të gjuhës shqipe, por ta bëj atë më argëtues dhe më gjithëpërfshirës. Faleminderit për vëmendjen. Juria mendon se është një nga projektet më interesante që janë paraqitur deri më tani. Sigurisht që kemi përfshirë disa elemente të rëndësishme, pra jo vetëm vëmendjen tek gjuha shqipe, por dhe gjithë përfshirjen dhe faktin që doni që ta bëni dhe më argëtues për të përshtatur më mirë interesave të trinjve sot.
Shumë interesante që keni futur të proverbat, fjalë të urta, pasi ajo është ajo që shpeshherë mungon, pra sa më shumë të përsëriten aq më mirë është. Po më duk pak për shkallëzimi i niveleve ndryshe, pra më duk fotografia që i kishte dhënë nivelin më të vështirë, më duk më lehtë se sa ajo fjala e parë, ku asun se gjeta do që ishte fjala identitet, thash që kjo t'identi, çfarë ishte atje. Si e keni menduar këtë përshkallëzim? Dhe a mendoni që ky përshkallëzim mund t'i ndihmojë realisht nxënëse me aftësi të kufizuar, pasi fëmijët me aftësi të kufizuar kanë probleme të ndryshme që mund të lidhen me vështirësinë të folur apo me probleme të leximit të fjalëve të tjerë. Si mendoni që projekti realisht i ndihmon ata? Pra, mund të jetë një element i veçantë i projektit, por do donim ta dinim si e keni konceptuar. Herë, për fëmijët me aftësi ndryshe, kam lexuar që fëmijët me aftësi ndryshe kuptojnë ato lojra që kanë ndërfaqe të thjeshtuar. Dhe mendoj që loja e parë dhe e dytë besoj që është shumë funksionale për ata, sidomos ajo e dyta, që është në bazë të pamjeve do shkruajnë fjalën e urtë. Ne kemi pyetur dhe psikologët se si të veprojnë fëmijët me aftësi ndryshe, që t'i ndihmojmë ata në zhvillimin dhe përmirësimin e quajtjes shqipe. Fjalë që mund të duken të përshtatshme, sepse dim që dhe truji njeriut, sa më komplekse ta shofi, diçka aq më priri ka ai të zhvillohet, të përmirësohet etj. Edhe nga fusha të jashtë të shkencës. Mirë, ndoshta në vijimin e projektit do t'ju duhet të bisedoni pak me gjërë, ta zgjeroni, të merrni për mendimin e specialistëve ndryshëm. A keni ju në shkollën tuaj fëmijë me aftësi ndryshe? Po, faktikisht unë kam një nxënës me aftësi ndryshe në klasën time, e kam pasur që në klasë të parë dhe gjithmonë e shikoj se si diferencohet kur ne shpjegojmë mësimin. Dhe mendoj se edhe ai e ka provuar këtë lojë, edhe e ka zgjidhur pothuajse të gjitha nivelet, pavarësisht se nuk ka shkuar dot në nivelin e vështirë, sepse niveli i vështirë është pak i vështirë për ne. Mendon apo e keni provuar me vërtet? E kemi provuar me vërtet. Suksese. Pyetja ime e fundit është, kishit shkruar që keni bashkëbiseduar me nxënës të nivelit para universitar të moshës tuaj. Në çfarë përfundimesh arritët nga këto bisedime që ju ndihmuan në krijimin e këtij aplikacioni? Në bashkëbisedimet ne kuptuam se nxënësit kanë një formim të përgjithshëm, por jo në nivelin e duhur. Me kalimin e kohës kemi parë sa pak të artikuluar janë nxënësit, sepse ato nuk lexojnë libra, nuk kanë njohuri të përgjithshme të gjuhës shqipe dhe mendojmë se duke vendosur disa fjalë që nuk përdoren shpesh në komunikimin e përditshëm, do të ndihmojnë ato në artikulimin e fjalëve. Shumë faleminderit. Mund të them që ishte një garë shumë e fortë. Sidoqoftë, të dyja skuadrat për ne dhe besoj edhe për gjithë ju janë fituese. Ne jemi gati për vendimin final. Dhe njëri përgëzojmë të dyja skuadrat për përgatitjen, për përkushtimin, për projektet e bukura dhe urojmë shumë që të vazhdojnë të merren, të shijojnë natyrën dhe të frymëzohen nëpërmjet natyrës për të shkruar bukur shqip, të ndihmojnë nëpërmjet aplikacioneve. Juria vlerëson me 30 pikë shkollën e matit, duke kaluar kështu në 77 pikë dhe me 20 pikë fanolin, duke kaluar në pikët finale 71 pikë. Dhe fituesi do jetë? Për këtë episod është shkolla e matit në 77 pikë. Një duart rokitje! Urime fituese, urime mati! Gjithsesi ne kemi mbërritur në fund të këtij episodi. Ju falenderoj shumë që ishit këtu sot me ne. Faleminderit edhe për vëmendjen dhe mos harrojmë. Do shihemi herës tjetër. Deri atëherë, mirupafshim. mirupafshim.